5 maj ishte afati deklaruar nga Ministri i Transporteve Sokolov Dashi për përfundimin e punimeve për zgjerimin e tunelit në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë, por edhe pas 2 ditësh nga data e premtuar, punimet vijojnë dhe sipas gjasave, ato do të vazhdojnë deri në fund të këtij muaji. Drejtues të automjeteve dhe banorë të Vlorës thonë se zvarritja e punimeve ka shkaktuar probleme dhe vështirësi në qarkullim. Duhet të ishte hapur më përpara, Vlora është një qytet shumë i frekuentueshëm, shumë kaos, duhet të ishte hapur urgjentisht, se rruga lart është shumë e keqe. Kjo rrugë e Krahut është shumë problematike në lidhje me qarkullimin. Kështu që është shumë e domosdoshme hapja e tunelit. E mundësisht sa më shpejt. Por pavarësisht premtimit të ministrit Oldashi, prefekti Vlorës ka dhënë një tjetër afat për përfundimin e punimeve. Pas sqaruar shkaqet e zvarritjes, prefekti Eduard Velçani deklaron se në fund të majit, tuneli që lidh qytetin e Vlorës me pjesën tjetër të zonës bregdetare do të jetë i kalueshëm për makinat. Shumë shpejt, brenda këtij muaji, do të kemi vënien e eficiencë të tunelit për të gjithë qytetarët, pra për ta përdorur lirisht kalimin drejt zonës bregdetare. Gjatë punimeve në tunel, kalimi i automjeteve është bërë me 2 kahe në segmentin që kalon pranë rezidencave qeveritare.